Këtë sezon turistik veror në Pogradec do të ofrohen një sër guidash dhe paketash turistike, të cilat do të bëjnë të mundur që turistët dhe vizitorët e interesuar të eksplorojnë me detaje të gjitha zonat në këtë bashki. Këto guida janë duke u përgatitur nga Drejtoria e Kulturës në Bashkinë Pogradec dhe kanë të bëjnë kryesisht me turet malore, ato breg liqenore, por edhe me eksplorimin e siteve kulturore dhe monumenteve. Është duke përfunduar dhe së shpejti del dhe guidat cilat organizohen në qytetin tonë, kjo e përfshirë dhe guidat malore dhe turet turistike, të cilat është një nismë e kësaj drejtorie. Pra për gjithka që mund të vijë, nëse ka është interesuar, do të zgjedhë, nëse dëshiron të zgjedhë një paketë turistike, të cilët ajo mund të jetë për guida malore, për pjesën e breg liqenit, pra për monumentet historike, për monumentet kulturore, monumentet natyrore, pra që gjithse cili çdo lloj grup moshe të ndihet i akomoduar mirë në qytetin tonë, jo vetëm në aspektin e plazhit, por dhe të ditëve të tjera të cilët ata dëshirojnë dhe të eksplorojnë në bashkinë tonë. Këto guida turistike do të publikohen në faqen zyrtare të bashkisë, por edhe në sajtet të tjera në internet, në mënyrë që të mund të shihen nga të gjithë ata që kanë menduar të kalojnë pushimet në Pogradec.